Këta janë ëngjëjt më të fuqishëm që Zoti ka krijuar ndonjëherë dhe I fundit do t'ju habis. Mikaeli, kryeëngjëlli, komandant I ushtrive të qiellit, mbrojtës I popullit të Zotit, kur shpërthen lufta në botën shpirtërore, ai udhëheq. Gabrieli, lajmtari hyjnor I Zotit, ai shpalli lindjen e Jezusit, ai sjell zërin e qiellit drejt në tokë. Kerubinët, jo të ëmbël dhe të butë, ruajnë fronin e Perëndis. Ato qëndrojnë roje në portën e Edenit me shpatat e flakta. Por një ëngjëll zgjolli rebelimin. Ezekieli 28 thotë se ai ishte I vajosur si kerubin mbrojtës, plot bukuri, plot urtësi, derisa në të u gjet krenaria. Luciferi, bardhësi I dritës, ai ra dhe u bë Satani, armiku I Zotit, akuzuesi I njerëzimit. Betejë nuk përfundoi me rënien e tij. Ajo vazhdon edhe sot për shpirtin tonë. Por ata që I përkasin Jezusit tashmë qëndrojnë në fitore. Nëse qëndron në mbretjen e qiellit, shkruaj amen dhe thuaj falënderit Jezus.